Sabri Feyzullahu është një nga emrat më të mëdhenj të muzikës shqiptare. Me një karrierë që fillon në rininë e tij të hershme, ai nuk është thjesht një këngëtar, por është simbol i qëndrueshmërisë dhe i pasionit të palëkundur për artin. Ajo që të bën përshtypje është fakti se edhe në moshën 79 vjeçare, ai ka vendosur që mos t'i ndajë skenës. Sa të kem frym, do të këndoj, mësohet të thot Sabriu në dasma dhe evente ku është i ftuar. Nga skenat e vogla deri te koncertet madhështore, Sabriu ka qenë gjithmonë aty, me energji, humor dhe me një lidhje të veçantë me publikun. Por pas kësaj jete, plot dritë fshihet një anë tjetër, ajo e sfidave personale që nuk duken gjithmonë në skenë. Vetë këngëtari ka pranuar se me kalimin e viteve është përballur me probleme serioze shëndetësore. Një ndër to lidhet me dëgjimin. Pas një jete të tërë mes muzikës dhe zhurmës së lartë, ai ka treguar se njëri vesh i është dëmtuar plotësisht, ndërsa tjetri pjesërisht. Dëgjimi i tij është mjaft i dobët, por ajo që ka shqetësuar pa mas ndjekësit e tij ka qenë deklarata e këngëtarit se ka patur probleme me zemrën dhe për këtë i është dashur të kryejë një ndërhyrje të specializuar kirurgjikale. Ky ka qenë një moment i vështirë që mund të kishte ndalur gjithçka, por fatmirësisht çdo gjë shkoi mirë, edhe pse ndërhyrja ishte tejet e vështirë. Unë jam e fat që jam i mbushur me dashurinë e fëmijëve, gruas, nipërve dhe mbesave të mia. Këto janë forca dhe kura më e mirë për te kalimin e çdo vështirësie shëndetësore, është shprehur këngëtari.